Lëvizja Vetëvendosje ka arritur të sigurojë 42.2% të votave në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, e duke lënë mbas Partinë Demokratike të Kosovës me 21.6%, Lidhjen Demokratike të Kosovës me 17.61% të votave, Lidhjen Demokratike të Kosovës me 17.61% të votave, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me 7.18%, si dhe Listën Serbe me 6.17% të votave. Mbas publikimit të rezultateve, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti shpalli fitore në partisë së tij në zgjedhjet parlamentare të mbajtura të dielën më 7 qershor. Megjithatë, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme të 28 dhjetori 2025, rezultati shënon një rënje të ndjeshme për vetëvendosjen. Në ato zgjedhje, partia e Kurtit kishte arritur të siguronte rreth 51% të votave, ndërsa këtë herë ka marrë afro 9 pikë përqindje më pak. Në fjalën e tij para mbështetësve, Kurti e cilësoi rezultatin si një fitore të madhe për vetëvendosjen dhe një konfirmim të besimit që qytetarët vazhdojnë t'i japin kësaj force politike. Aktivist e simpatizant, urime edhe një fitore e Rovës Televizjes Vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. Që së paku kjo dekor, e unë besoj edhe shumë se kaq, është e qeverisjes së Lëvizjes Vetëvendosje. Kurti falenderoi qytetarët, aktivistët dhe strukturat e partisë për angazhimin gjatë fushatës zgjedhore, duke theksuar se rezultati dëshmon mbështetjen e vazhdueshme për qeverisjen e vetëvendosjes. Sipas tij, qytetarët e Kosovës e shohin lëvizjen Vetëvendosje si një garanci për stabilitetin institucional dhe për vazhdimin e reformave në vend. Ai deklaroi se partia që drejton mbetet e përkushtuar për të vijuar punën në drejtimin e Kosovës dhe për përmbushjen e objektivave të saj programore. Ai deklaroi se partia që drejton mbetet e përkushtuar për të vijuar punën në drejtimin e Kosovës dhe për përmbushjen e objektivave të saj programore. Gjatë fjalimit, Kurti paralajmëroi gjithashtu takime dhe konsultime me partitë të tjera politike për hapat e ardhshëm institucional. Ai theksoi se është e rëndësishme që procesi i konstituimit të institucioneve të reja të përfundojë sa më shpejt dhe që legjislatura e 11 e kuvendit të nisë punën pa vonesa në funksion të adresimit të sfidave dhe prioriteteve të vendit.